Ka të drejtë burri ose gruaja non-stop thot pa arsye me kontrollu telefonin për kur gja heq. Shka jeta mes bashkëshortëve nuk duhet me pas limite. Domethënë limite me pas dryna, qelsa, kode. Më konë qel. Atë shumë ata duhet me respektu, me dashta, me pas me kuptim mes vete sa edhe robat, edhe arin, edhe parët, edhe telefonat, edhe çdo sen me pas qel janë me tjetërin. Jo me pas në shëftësi. Ja qita kodin më stashe gruja që po shkruj. Ose gruja me thonë për më shefi telefonin më ma sheburi. Kjo pastaj nuk është ma jetë bashkërtore. Kjo në paragjykime. Kjo nga një anë. Nga ana tjetër, bashkërtët aq duhet me pas besim të njëri tjetri, sa asë më smiju shku menja të puna kontrollimit telefonit. Momentin që fillon njëri tjetrit me ja kontrollu telefonin, atër aty ka një shejtanin. Ka hy dyshime. Edhe kjo mund me qu deri të shkurorzimit. Unë tham, le telefonin pa kodin në shpe, ose të regoj bashkëshorti kodin e telefonit vetë, edhe gruja gjatë, ose le t'jalon dytë njëjtin kod. Qare be këqyre që ka dush. Sa vën regull e. Bashkë jetojnë, bashkë rrinë, bashkë dhe sen. Edhe në fund, jo më se këqyre telefonin tem, qka ki në telefon që se këqyre? Edhe pse, unë jam pro asaj që zban me dyshu. S'ki nevoj me marë si policë me qyrë, me kontrolu telefonin e njëni tjetërit. Por, nëse veç ka insistu, okej, që mere. Pra, lejot me qyrë, por nuk mendoj se vazhdon një martes e gjatë, ku ka dyshime edhe kontrolat telefonit njëni tjetërit.